Çdo sherr që ndodh këtë dunjë, ajo është burimi i tij. Do të vrasjet që nga fillimi i njerëzimit. Vrasjet e para si ndodhen, shejtani ja çroi dy vëllezër mes veti. Pastaj para kësaj, Ademi u dëbua nga xheneti. Don ai që e prijoi njeriu nga kënaqësia, nga lumturia, ai që e armiqsoi njeriu, ai që e largoi njeriu nga udha Allahut manduar te populli i Nuhit alayhis salam, apo është pikërisht shejtani. Pra i sartë të hulumtojmë për në të keqe, do të shumë se ajo është burimi të keqes. E nëse nuk e trajtojmë të keqen në burimin e saj dhe në origjinën e saj, ne do të mirëm me simptome vetëm. E simptomet mund të manifestohen në forma ndryshme, por burimi i problemit do të mbetet aktiv gjithmonë. Pra neve duhet që ta trajtojmë problemin në origjinë, në bazë. E nëse dëshim këtë theme, atëherë shejtani është adresa e kësaj çështje. Domthonë, dilema që sot janë mes njerëzve, kurthat e shumta, këtë çka ka të bëjë me të keqen është realisht bazat e ky armik, bazat e strategjia e tij, bazat e betimi i tij që e bëri për Allahut mënduar se la uguyenhum ejmain. Të gjithë kam i deviju. Kështu ai u zotu për Allahut mënduar përveç robëve të Allahut të sinqertë.